Kur lythat vinë nga papilomavirusi, po, janë gjithse. Duhet ta kuptojmë, kur janë nga papilomavirusi, pra ku është virale, sepse është virus. Edhe patjetër që edhe pse është në pjesën e shtresës të sipërme të lëkurës, ato mund të kalojnë te një person te tjetri. Edhe thjesht duke bërë kontakt, pra përmes lëkurës, përmes takimit, përmes fshirjes me peshqirin e tjetrit që kemi në shtëpi ose tjetër shtrëngimi duarve apo në këto ambiente sportive që zakonisht ne kemi nëpërmjet përqafimeve, patjetër që rritet nëpërmjet këtyre makinave dhe brisgjeve të berberi apo makinave trojës, gërshërve, po ngjitet. Në këto ambiente patjetër, sidomos në ambiente publike, në pishina, në dushe, në palestër, mbijeton më gjatë virusi, sepse ka nivele të larta të lagështisë dhe ka atmosferën e ri për të mbajtur gjallë për të rritur. Sepse duhet ditur mirë që pikërisht lagështira ruan gjithë integritetin e zhvillimit të tij. Në anën tjetër, jo çdo kontakt sjell këtë lloj problemi. Në qoftë se ne kemi këto lythat që na kanë dalë në qafë, që ambeniet lëkurës në ta më parë, këto janë arsye metabolike, insulina, fërkimi mbi pesha, ato problemet e tjera që unë thash më lart. Nuk ka lidhje me kontaktin.